Mirë me këtë punë që 18 vjetë. Edhe... Qysh prej zvoglis. Se me ndoja cen, e ku me ndu që me këtu me quje. Gjithmonë, të më Gjithmonë mu mirë me këtu. Deri sa të dënë edhe populli edhe nuk mujna me maqina, unë i mjeli zakonisht me punë fizike. Sa ma shumë mu mirë me këtë farë punë se aq ma shumë kofitim. Po nuk jem të ja ditë vlerën. Ata po i një mujnë për shembull kuj s'dohet heq. Pa i pas shtollat, pa i pas delet e lopët e dhit, si kur unë që i këm, ata ju një mujnë. Unë jam Halil Halili, mirëna me këtë punë që 18 vjetë. Edhe... Qysh prej zvoglis. Okej, do me thanë the që i kam 24 vjetë, që Po. prej 6 viteve je marrë gjithmonë me dele. Gjithmonë me dele edhe i du shumë. I donë shumë. The që qka do që me ndodhë une nuk i la këto, apo? Qka do që me ndodhë, unë gjithmonë ju përkushtona këtyna. Është e vështirë, po na që e dojmë këtë farë pune, e dojmë me shpirë dhe me zemër, që shtë. Me qa ushqien këto mas shumë të? Po dreth, grunë, edhe krune. Apo janë të shpenzushme ato? Janë valloj. Po edhe tash qeveria që po na nimojnë me qëtojnë subvencione, mirë po po. Ka sa janë subvencionet? 20 euro në subvenciones. Okej. Do me thanë 700 copa Tani diku? përmes këtij në buhet një shumë. Okej. Tamam qatë drithin e krunën këtu na i hekin. Zakonisht që thuhet nuk ja vlen me u marrë me blegtori, me bujqësi në Kosovë për shkak që janë të ikshëm prej Kosovës. Jo, unë asnjëherë nuk i kisha mendu këto, unë veç ju kisha thonë sa më shumë mu mirë me këtë farë pune se aq më shumë kofitim. Po nuk jem të ja ditë vlerën. Nuk janë të ja ditë vlerën. A e kishe lëshu ti Kosovën për... Se po vështirë me kajtë gati. Jo, Ja, asnjëherë se me ndoja cen, e ku me ndu që me këtu me quje. Gjithmonë, të më thanë. Gjithmonë mu mirë me këtu. Deri sa të dënë edhe populli edhe si Përveç kafë ju- që jenë të edisht për Kurban Bajrame, për festa. Do me thanë ty të dhimen pse e lëshojnë Kosovën, apo? Po, valla, mu po më dhimen se po munojnë, rini e sodit që atje ka gjithë shka, parët vetë binë. Amon, normal që pa punu nuk ka as pare, as ka kur gjë. Okej, do me thanë është mbijetuse edhe në Kosovë, edhe ja vlen me u marrë me çfarë do biznesin vendin tonë, apo? Po, ja vlen se i ki gjithë shqiptarët edhe me kërku ndim e ki shqiptarë, e ki tonë. E kjo Atje ki t'huj. vërbica për Kurban Bajram zakonisht sa i shitni gjatë ditës? Po, ofër 100 copa po. 100 copa brenda ditës. Shembull si t'jen meshkuj, po edhe femnat, po zakonisht edhe i rujnë pezon, për shembull 20 copa, ose pjellave më të mira që në të ardhmen me pas, me shtu bylykin me pas dhen treja. Okej, një kinj sa kushton edhe një dhi? Po në pe marrë shumën e caktume, 150, ashtu edhe dhia, 100, 200, varet për shembull prej, Peshës, po, prej peshës edhe. që shumë më ti thuat që qumshti i dhis është tepër i veçantë. Okej, sa kushton një litër qumsht? 3 euro, litra e 3 euro. qumshtit. Vërbica që nga koqa një fshat i madh, është braktis apo hala ka njerëz këtu? E vërtet është, shumica e kam braktis, po shumica janë tu jetu hala këtë. A jeni ju të vetmit që keni firmë këtu? Po, të vetmit jem kam pas edhe shumë të tjerë, po, Që janë shumë. po, të rritë e tyno kam vendos të punojnë diku tjetër, blektorve, ja neve do të më në animu, ja kërkuj të heq. Që më në e për kroje, që nesër pas nesër me pas ma shumë blektor. Ata po i një mujnë, për shembull kuj s'do të heq, pa i pas shtollat, pa i pas delet e lopët e dhit, si kur unë që i këm, ata ju një mujnë. E neve, shpesh herë nga nga kanë këshyrë, se i kem të triportë dhe heq peza pa letra, heq pa atë në kompjuter që i shkruhet, i kanë. Edhe e din, po
s'na animojnë. Po prap se prap nuk jem dërzu, gjithmonë jem rëzu edhe jem qu. A ka pas raste kur, do më thënë, ai dele është hangër prej ujku? Po, ka pas raste, verën e kalume ka ndodhë, po Po, edhe ai do të me hangër diçka. pas shumë ti. Kur që është ajo procedura që lindin? Dhe unë zakonisht gjithmonë për kujdesem për këtu, edhe kur të lindin qingjat, po edhe kur të bohen mushit këtu, zakonisht duhet mi mjel. Mjel të shumë shtin, zakonisht gjithmonë i mjeli unë vetë. Okej, a mjelen me maqina? Edhe ashtu është, po si e përmena pak s'ma herët, shko ki shtolla, e nuk mujna me maqina, unë i mjeli zakonisht me punë fizike.